Një vjedhje e rënd ka ndodhur mbrëmjen e 27 shkurtit në fshatin koshare të Ferizajt, ku persona të panjohur kanë depërtuar në një shtëpi dhe kanë vjedhur stoliari me vlerë të konsiderueshme. Siç mëson sinjali, rasti është raportuar rreth orës 20. Viktima në Beqiri ka deklaruar se bashkë me familjen kishte dalë nga shtëpia rreth orës 17:20 dhe ishte kthyer në orën 20. Gjatë kësaj kohe, persona të dyshuar kanë hyrë në shtëpi përmes një dritareje në pjesën e pasme dhe kanë marrë stoliarin në vlerë rreth 40.000 euro. Njësia reaguese ka bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, ndërsa në lokacion ka ndalë njësia e hetimeve dhe forenzika e stacionit, si dhe njësia rajonale e hetimeve dhe forenzikës, të cilat po merren me zbardhjen e rastit. Rasti është inicuar si vjedhje e rënd, ndërsa hetimet janë në zhvillim për identifikimin e autorëve.